Kryeministri Edi Rama ka rikthyer në qendër të vëmendjes gafat e përsëritura të presidentit amerikan Donald Trump, i cili në disa dalje publike ka ngatruar Shqipërinë me Armenin, ndërsa fliste për meritat që kishte pasur në ndaljen e konfliktit me Azerbajxhanin. Trump në deklaratat e tij në vend që thoshte se kishte ndalur një luftë mes Azerbajxhanit dhe Armenisë, deklaronte për ndaljen e luftës mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit. Teksa ndodhej në samitin e 7 komunitetit politik evropian, i pyetur nga mediat botërore mbi këtë situatë, ai me humori është përgjigjur se tashmë Shqipëria dhe Azerbajxhani kanë nënshkruar paqen. Mendoi që është diçka fantastike sepse ka qenë pritje për një kohë të konsiderueshme, ndodhi dhe në drejtimin e shubave dhe nxitjes së fundit presidentit sepse duhet t'i japi meritën për këtë, tha Rama. Ndërkohë një tjetër video ka pushtuar rrjetin. Rama shfaqet në shoqërinë e presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe presidentit francez Emmanuel Macron, të cilin me humor i thot kërkoi falje pasi nuk i ka uruar për arritjen e paqes. Duhet kërkosh falje. Përse? Sepse nuk na urove kur arritëm marrëveshjen e paqes mes dy vendeve dhe presidenti Trump punoi shumë për këtë marrëveshje, i tha Rama. Batut që ka shkaktuar të qeshura mes tyre.